Mehmet Selmani nga Qendra Kombëtare e Konservimit thot për televizionin tonë se një ekip i saj përbër nga antropolog e arkeolog me urdhër të prokurorit të çështjes ka qëndruar 2 herë në mjediset e Shpellës nga ka marrë mbetjet mortore të cilët janë dorëzuar në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Hera parë ishte një vlerësim të situatës pas njoftimeve që u bënën dhe herën e dytë domethënë ishim edhe me detyrë që t'i nxjerrim materien ose materialet ose kafkat si t'i quajmë, mbetjet mortore, që t'i tërhiqen domethënë prej Shpellës dhe me ekipin domethënë bëm tërheqjen e gjitha atyne mbetjeve mortore dhe i dorëzuam tek Instituti i Mjekësisë Ligjore. Ndërka që në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Shkup konfirmojnë se kanë mbërritur për analizë mbi 60 kafka dhe mbetje mortore. Ato, pranon Dr. Zlatko Jaqovski, duhet të heqin misterin që mbulon kafkat dhe mbetjet e tjera mortore të gjetura në Shpellën në malet përmbi bashkisht të Kërçovës. Od sam početak smo involvirani како institut, како stručna institucija što е одговорна за да кажам решавање на ваков тип на мистери. Прво и основно дали станува збор за човечки коски, колку се тие стари, од кога потекнува, дали има повреди, нема повреди, со каква средства се нанесени. Така да бевме во неколку наврати во тој локалитет, по наредба најавен обвинител земен е материјал за анализа. И оваа работа е мултидисциплинарна. Значи не е работа само на институтот, туку повеќе институции се влезени за решавање на самиот случај. Dr. Jaqovski sqaron për televizionin Art se mostrat e marra po përgatiten për analizë e cila sipas tij pritet të zjas. Ai nuk përjashton mundësinë që gjatë analizës të kërkohet edhe mendimi i ekspertëve të tjerë. Gjithë kjo, arsyeton eksperti, do të kërkoj kohë e ndoshta edhe ka për të rritur shpenzimet. Во овој случај и во овој момент, значи не може да се излезе со брзи одговори, од проста причина што станува збор за коски кои што треба сериозно да се анализираат, за да може да излеземе со точни информации и да добие јавноста, а секако издржните органи, конкретни информации, точни во однос на самата старост на коските, дали има некакви повреди на нив, нема повреди, па што знам, утре ако се бара, може би и нешто повеќе. Rjedhimisht nga Këshilli Komunal i Kërçovës për të zhdukurit të thonë se ndërkohë është rritur numri i kërkesave të banorëve, jo vetëm të kësaj ane për të afërm e familjar të tyre, të cilët rezultojnë të zhdukur prej dekadash. Mbizotrues në shqetësimet dhe dyshimet e tyre është fakti se institucionet kompetente janë treguar shurdhmemece karshi zbulimit 18 vjet më parë të Shpellës dhe kafkave në të. Prokurori i lëndës së hapur, ndërka që edhe sot ka refuzuar të bëjë prononcime me arsyetimin se hetimet vazhdojnë dhe Shpella është 24 orë në mbikëqyrje të policisë.